Raportuesi i përhershëm i Parlamentit Evropian për Shqipërinë, Andreas Schieder, përfundoi misionin e tij vjetor të mbledhjes së fakteve në vendin tonë dhe mbajti një konferencë për shtyp ku ndalte sfidat kryesore që Shqipëria duhet përballojë për integrimin evropian. Schieder kërkoi që lufta kundër korrupsionit të fuqizohet dhe theksoi rëndësinë e mbështetjes nga institucionet për punën e SPAK-ut. Puna e prokurorisë së posaçme të mbetet e pandërprer nga aktorë të tjerë dhe të mos pengohet nga institucionet të tjera, tha ai, duke nënvizuar se Brukseli qëndron pas përpjekjeve të prokurorisë së posaçme për krimin e organizuar dhe korrupsionin në nivele të lartë. Gjatë vizitës, raportuesi i Parlamentit Evropian u përqendrua edhe tek politikat sociale, duke diskutuar me përfaqësuesit e Komisionit Trepalësh dhe duke theksuar se një dialog i mirë mes institucioneve dhe shoqërisë civile është thelbësor për një shtet funksional. Roli i shoqërisë civile duhet përmirësohet dhe të ketë një pjesëmarrje më aktive në monitorimin e politikave publike, tha ai. Schieder shtoi se Parlamenti Evropian nuk komenton çështje juridike specifike, por institucionet shqiptare duhet bëjnë detyrën e tyre në bazë të legjislacionit. Kur u pyet për rastin e zëvendës kryeministres Belinda Balluku, Schieder theksoi qartë: "Natyrisht nuk është për ne të ndërhyjmë apo të komentojmë ndonjë rast specifik, por institucionet duhet mbështesin punën e SPAK-ut dhe të sigurojnë që ligji të zbatohet pa pengesa." Vizita e tij, sipas Schieder, ka qenë e suksesshme, duke ofruar një pasqyrë të qartë për progresin dhe sfidat e Shqipërisë në rrugën drejt integrimit në Bashkimin Evropian, me fokus të veçantë tek lufta ndaj korrupsionit, forcimi i institucioneve dhe bashkëpunimi me shoqërinë civile. Në përfundim, mesazhi kryesor i raportuesit ishte i qartë: Shqipëria duhet vazhdoj reformat, të mbështesë SPAK-un dhe të krijojë një dialog të hapur dhe të ndershëm me qytetarët dhe institucionet, në mënyrë që të forcojë sundimin e ligjit dhe të afrohet më shumë me standardet europiane.